Pasi la garën në Big Brother VIP Shqipëria 5, Ilir Vrenozi ka dhënë një intervistë për emisionin Shqipëria Live, ku ka folur hapur për arsyet që e quan drejt vendimit për t'u larguar nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Ish konkurrenti tregoi se për të qëndrimi brenda ishte emocionalisht i vështirë dhe se pavarësisht se kishte hyrë i përgatitur, situatat e përjetuara e bën të reflektonte për vazhdimin e rrugëtimit në lojë. Një muaj aty mu duk shumë. E ndava mendjen kur u futa brenda, të mos mendoja për familjen. Ajo është eksperienca më e mirë, e përjetova. Më vjen keq që përfundoj kështu, u shpreh ai. Më tej, Iliri foli edhe për momentet më të ndjeshme që ka kaluar gjatë qëndrimit në shtëpi. Duke theksuar se pas 2 javësh, ngarkesa emocionale dhe shqetësimet për shëndetin filluan të rëndoheshin, tutje tha, pas 2 javësh, vajtja tek zhavori. Kisha hallin e shëndetit. Stenaldo është njeriu më i mirë që kam njohur. Ai qau më shumë se për nënën dje, më tha nuk kam me këtë qaj tani. Aty bëhesh si i familjes. Iliri theksoi gjithashtu se natyra e tij nuk i lejonte të hynte në konflikte të kota apo debate të sforcuara vetëm për lojë, nuk dal dot nga vetja. Nuk bëj dot që të kapem kot, disa persona e bëjnë aty. Mua më kanë dashur aty, nga ana tjetër, ai ishte pjesë e një televotimi, i cili me shumë gjas tashmë do të anulohet për shkak të largimit të tij nga gara. Ndërkohë, në spektaklin e së martës, nga shtëpia e Big Brother VIP Shqipëria 5 u largua edhe këngëtarja Lore, duke e bërë këtë javë një nga më të ngarkuarat me emocione dhe zhvillime për publikun dhe banorët.